Disa banor të fshatit Pallçishti Epërm tani më për të 4 ditë me radhë kanë mbetur të izoluar në shtëpitë e tyre në këtë fshat malor të komunës së Bogovinës për shkak të bllokimit të rrugës nga Dëbora. Disa nga bashkëqytetarët e tyre të cilët janë shpërngulur nga ky fshat thonë se ata nuk mund që të zbresin dot në qytet për të plotësuar nevojat e tyre dhe për të furnizuar me ushqim, ndërkohë që ankohen se për disa ditë me radhë kanë edhe mungesë të energjisë elektrike dhe se autoritetet kompetente deri më sot nuk kanë ndërmarrë asgjë për të pastruar rrugën dhe për të ju ardhur në ndihmë këtyre banorëve, por janë lënë në mëshirë të fatit. Gjendja e tyre është e vështirë, ata janë të bllokuar. Nuk kanë mundësi për televizor të lirë rruga, si që shifni vetë, është me borë, është e papastruar, kanë nevoja, janë të bllokuar, kështu që duhet komunat për të smurë nuk dim, po e dim që janë të bllokuar edhe kështu që lusim komunën që ndërmerr masa pak më tepër. Kujdeset për këtë fshat, se gjithmonë kur kanë nevoja për pagesa, diçka vinë, kur është diçka për të ndihmuar, askush nuk na. Të usha struja s'kur gjë hiq. Me fëmijë jemi smut, me pletë smut, s'kena matë që ka me shku me marë poshtë, s'ka kur gjëjq. E rruga deri në Pallçisht Epërm? Nuk shka nish deri këtu, se shifni, tërmosh më nalë, më keqë akoma. Që 4 ditë u bo, sot është ditë e fundit që ka ardhë në ndihmojnë me bagerin, por shumë me vërnes. Ja pra 4 ditë plota, kanë ndet njerëzit, kanë shku e kanë ardhë në komë, pa mjetë qarkullimi. Me ato banorët atje në fshat, keni vendos kontakte? Si është gjendja? Bisedojmë me telefon, ditre vetë, ditre familje, plotësisht janë qenë ngujuar. Dhe s'ka pas ndihmë nga askusht. Ndryshe gjatë ditës së sotme në rrugën që shpije për në fshatin Pallçishti Epërm vërejeshte makineri për pastrimin e Dëborës, të cilët kishin ndërmarrë masa për hapje në kësaj rruge dhe për të ju ardhur në ndihmë banorëve të këtij fshati.